Doktor, po miopia në vetvete çfarë është? Sepse gjithmonë më shumë të rinj janë me miopi. Cilat janë disa arsye kryesore të rritjes së miopisë dhe a mund të ngadalësohet përparimi i saj? Po e di, është vërtet. Atëherë, miopia është një lloj defekti optik që ka syri. Pra, ne kemi disa lloje defektesh optike që ka syri, një nga ato që është më e rëndësishme është miopia, e cila në vitet e fundit po vjen re që është duke u shtuar. Dhe sipas studimeve që janë bërë kohët e fundit, do të thotë që deri në vitin 2050, 1 në 2 persona në botë do jenë me miopi, pra me këtë defektin që quhet miopi. Atëherë për ta korrigjuar na duhen lente oftalmike gjithmonë dhe më të mira, gjithmonë dhe më të studiuara, gjithmonë më të avancuara, që ne të bëjmë të mundur që kjo rritje e kësaj miopisë edhe rritja në përgjithësi, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, mos kalojë në një pandemi eksakte me shikim. Në Shqipëri, ashtu siç ke vënë edhe ti, po shtohet sepse pikërisht ne jemi duke përdorur shumë shikimin ton për afër. Pra ne jemi duke jetuar në ambiente të mbyllura. Nuk kemi më që dalim në distanca të mëdha ose ta bëjmë jetën tonë domethënë në një ambient më të hapur. Pra nëse ne e referojmë një qyteti është gjithmonë më i mbyllur. Prandaj dhe rritja e miopisë është. Gjithashtu duhet të jetë edhe mbikëqyrja e prindërve, e cila ajo duhet të jetë më e rëndësishme, që duhet parë fëmija që në klasën e parë se të shkojnë në klasën e parë, dhe nëse ka tendenca që ai mund të bëhet me miopi, por që duhet të kenë shumë kujdes që mos e lënë shumë përpara një telefoni. Nuk është për sa i përket vetëm rrezeve të këqija që mund të shohë te telefoni, por është qëndrimi shumë i gjatë i fëmijëve, sidomos fëmijëve të cilët janë në fazë pediatrike, pra në fazën e cila është 5-6 vjeç, që akoma nuk është formuar sistemi i shikimit. Në atë moment ne mund të fillojmë të prodhojmë një miopi.